Ti ka një botë të fshehtë e dashur, jo dhe aq. Unë të kuptoj fare lehtë pa dashur, jo dhe kaq. Kjo është një nga poezitë e poetit Gjergji Dushku, pjesë e vëllimit me poezi Shpirti i Trezuar, që bëri bashkë në një midis të mrekullueshëm në fshatin Ziçisht, si një surprizë për poetin, shkrimtar, akademik, piktor e botues, në promovimin e vëllimit të tetë me poezi. Pak të mjedis të këndshëm, pak të lumë që rrjedh ditë e natë, pa bilbilat që këndojnë, pak të bredha të hishëm, nuk do të kishte poezi dhe letërsi të këndshme si kjo e Gjergji Dushkut, u shprehën të pranishmit në këtë takim. Nuk është e rastësishme që kjo poezi vjen nga Ziçishti, nga i cili ka ndalë emra të njohur si Sotir Andoni apo Kosçe Krezi, do të shprehë ndër të tjera akademiku Shaban Sinani. Kjo poezi vjen në trullin e vet, vjen në trullin e njerëzve të ditur, intelektualëve të shquar, njerëz që na kanë mësuar se si të përdorim shqipen, që e kanë pas virtyt të shkruarit. Gjergji e shkruan poezinë si gjyshrit, e shkruan me katër vargsha, e shkruan me rim, e shkruan me asonancë, e shkruan me ritëm të duhur, dhe vjen ëmbël, është poezi ëmbël, vjen mirë, është poezi që lexon një poezi dhe të fton të lexosh tjetër. Poezitë e këtij libri me një titull kaq signifikativ, Shpirti i Trezuar, kopertina e të cilit ju besua piktorit të njohur Zaim Elezi, kanë shënuar një hap më cilësor në krijimtarinë e poetit, në peshën e fjalës dhe fuqinë shprehëse të metaforave e simbolikave. Një poezi e angazhuar, do thosha unë, me shumë patriotizëm edhe me shumë lirizëm njëkohësisht. Gjë që më domendja se pak raste ndodhin që të ketë edhe patriotizmin brenda dhe lirizmin kaq të spikatur. Por ja që Gjergji ka mbetur një patriot i flakët. Të shkruash poezi është të ringjallësh një frymë, ose të krijosh diçka, të krijosh një shpirt. Tematika e poezive të Gjergji Dushkut ngërthen një larmi të gjithë jetës, botës dhe njerëzve, ku trinia, familja dhe unëna përbëjnë një temë qendrore, duke u bashkuar poezive për natyrën dhe dashurinë, ku përmbajtja ka gjetur ekuilibër dhe përputhje të plotë me mjetet artistike.